parë. Kjo është fakt. Këto edhe njëherë ka vërtetuar gjykimi i gjykatës kushtetuese. Pra lëvizja vetëvendosje e ka këtë drejt kushtetuese, i garantohet me kushtetut. Njëjtë siç i garantohet me kushtetut deputetëve mandati i liri tyre. Ata kanë drejt me votue qysh ata dojnë. Ata nuk i obligohen as partisë në listën e cilëve zgjedhen. Ata kanë mundësi që brenda mandatit të kalojnë pe një partie në tjetër në të cilën rreth rrotull, është drejt e tyre. Pra, në situatë tillë, të dy bloqet kanë nga pak të drejt, por asnjëra nuk e ka plotësisht mirë, dhe në këtë situatë, këto bloqe, fatkeqësisht, për interesat tyre, duke menduar gjithmonë në zgjedhjet e ardhshme, janë duke vepruar në këtë mënyrë, pra nuk po vrehet prej asnjëre palë që është e interesuar që të lëvizet, sepse asnjëra palë nuk i ka 61 numra. Dhe ne e dim që pasi që të zgjedhet kryetari i parlamentit, pastaj fillojmë në një fazë tjetër, ku gjithçka është me skadencë, është afatizuar me 15 ditë, 10 ditë dhe brenda 20-30 ditëve ne ose do ta kemi qeverinë e re, ose do të shkojmë në zgjedhjet e parakohshme dhe asnjëri prej bloqeve nuk është i interesuar që të shkojnë këtë fazë sepse nuk i ka numrat dhe do të vinë pastaj, do të përballen me zgjedhjet e reja dhe çka t'ju thuhet elektoratit, përpos që faji është i kësaj partisë. Me akuzu njëra tjetra që vazhdojmë me akuzuar. Vetëm menaxhimi i fajit mendoj sepse të dy palët i kanë problemet e veta në fazën e ardhshme, e cila në tavolinën e radhës, e cila mendoj që është shumë ma problematike dhe shumë e rëndësishme se sa zgjedhja e kryetares së parlamentit. Ndërkohë, qeveria në dorëheqje ose në detyrë po vazhdon me marrë vendime, po emëron drejtar, të gjitha këto sipas juve, njerëzit të politikës dhe shoqërisë civile janë në kundërshtim me ligje. Të paktën në këtë pjesë, a do duhet ndoshta të ketë një qasje pak më ndryshe prej partisë fituese? Mendoj që edhe kjo çështje është e rregulluar. Në këtë fazë, qeveria, sipas saj, ajo deklaruar që është vetëm duke i përfunduar procedurat të cilat kanë filluar më herët. Dhe nuk ka procedura të reja dhe unë mendoj që është mirë me i përfunduar, sepse nuk ka kuptim mund dalë në gjysmë, sepse shërbimi civil duhet me funksionue, pat qeveri ndërheqje apo nuk pat. Shërbimi civil është i pavarur dhe nuk mendoj që pozita caktuar shumë të rëndësishme për shërbimin civil duhet të mbesin bosh për shkak të ndryshimeve politike të cilat ndodhen në vend. Ndërkohë edhe së fundmi kanë dalë rezultatet e barometrit të Bashkimit Evropian për pranverën e 2025, aty vrehet që nga anketuesit përqindja më e lartë që është prej 60%, e konsiderojnë shqetësimin më të madh papunësinë dhe ngritjen e çmimeve në vend. A mendoni që në këtë pjesë ka rol dhe ka ndikuar mos krijimi i institucioneve? Po,